Çdo mbrëmje, një djalë i vogël priste pranë derës, me shpresën që babai i tij do të kthehej më herët në shtëpi. Në duart e tij mbante gjithmonë të njëjtën lotër, duke besuar se ndoshta sonte do të ishte ndryshe. Por babai i tij kthehej gjithmonë i lodhur nga puna, shumë i lodhur për të luajtur, shumë i lodhur për të folur, shumë i lodhur për të vënë re trishtimin që po rriti çdo ditë në zemrën e djalit të tij. Djali i vogël nuk kërkoi kurrë lodhra të shtrenjta, nuk kërkoi dhurata. Ai donte vetëm një gjë, pa kohë me babain e tij. Një mbrëmje, pasi u refuzua edhe një herë, djali bëri një pyetje të çuditshme. "Babi, sa fiton në një orë pune?" Babai u habit, por ju përgjigj: €20. Pa çaste më vonë, djali i kërkoi me qetësi €10. Babai u zemrua. Pas një dite të gjatë dhe të lodhshme, ai mendoi se djali i tij kujdesej vetëm për paratë. Me zemër të thyer, djali u largua nga dal drejt dhomës së tij. Por më vonë atë natë, diçka filloi ta mundoi babai. Ai kujtoi sytë e trishtuar të djalit të tij, heshtjen e tij, zhgënjimin, dhe për herë të parë ndjeu faj. Ngadalë ai hyri në dhomën e djalit dhe i dha paratë duke i kërkuar falje. Djali buzëqeshi lehtë pastaj. Nxori disa monella të vogla nga poshtë jashtëkut. I numëroi me kujdes në duar, ngriti sytë drejt babait dhe tha: "Nëse një orë nga koha jote kushton €20, a mund të blej një orë nesër që të luajmë bashkë?" Në atë moment, zemra e babait u kthye, sepse kuptoi se ndërsa përpiqej të ndërtonte një jetë më të mirë për familjen, po harronte njerëzit për të cilët po e bënte gjithë atë sakrificë, sepse ndonjëherë fëmijët nuk kanë nevojë për gjëra të shtrenjta, ndonjëherë kanë nevojë vetëm për ne.